Selin dhe Gimbo pritet të kurorzohen sipas traditës të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ndërsa që nga mbrëmja e kaluar ata kanë nisur të shkëmbejnë puthje pasonante me njëri tjetrin. Mbrëma ata organizuan dhe festën e beqarisë, e cila zgjati deri në orët e para të mëngjesit, ku të shifti u argëtua duke kërcyer dhe kënduar me banorët e tjerë të shtëpisë, ndërsa festa përfundoi me një moment plot humor, kur ata u hodhën në pishinë së bashku. Por vëmendje ka marrë ftesa që u bë Rogertit. I panderuar, jo zotëri, Xhaxhi Gerti, duke uruar që udhëtimi yt mbrëm Tiranë-Londër të ketë shkuar mirë, të njoftojmë me keqardhë që ne po martohemi në shtëpinë që ti vendoste të lije mbrëm. Në këtë kushte jeni lutur të ndizni televizorin në 2 kanalet tona dhe të ndiqni kurorzimin e dashurisë son. Urojmë që dashuria jonë të frymëzojë dhe të bëjë të ndjeshme pak keq për veten tënde që nuk u bëre njëri i mirë kurrë. Gjithsesi të përshëndesim nga shtëpia jonë më e famshme që po ëndërrohet të ditë deri fundit, me shumë urrëtie shporru, Gimbo dhe Selin, teksa Rogerti lexonte ftesën të pranishëm ishin Miri, Juela dhe Tani që gjithashtu u shkrinë së qeshuri. Me sa duket, loja mes Rogertit dhe Selinës do të vazhdojë akoma dhe më e fuqishme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.